Shpërgëtimi i janarit shqiptar. Marshim në përzjarë e acar. Një sy pas, në të kaluarën dhe një sy gjithmonë para, ka heardhmje. Çdo janar, njerëzit i ftojnë dhe i bashkojnë dëshmorët e janarit. Jusufi, Kadriu, Bardhoshi, Rexhepi, Nuhiu, i bashkon emri i tyre i paharrueshëm dhe vepra e tyre pavdekshme. Bashkojnë ata që me gjakun dhe luftën e tyre bën që janarët e tashëm të jenë të ndryshëm nga janarët e mëparshëm. Recep Mala e Nuhi Berisha janë ndër figurat qendrore të lëvizjes sonë çlirimtare. Ata u përkisnin dy brezave të ndryshëm, por që bashkarisht vunë themelet e historisë sonë më të re. Recep Mala përfaqëson brezin e vjeshtës pranverore të vitit 68 dhe vazhdimsinë e saj. Nuhi Berisha ndërkaq përfaqëson brezin e pranverës rinore të vitit 81 dhe vazhdimsinë e saj. Bashkarisht, ata përfaqësojnë në një mënyrë bashkimin e brezave, bashkimin e përpjekjeve të pandërprera të popullit tonë dhe rinisë sonë për liri e përparjem shoqëror. Recep Mala u lind në Hogosh të Dardanës në vitin e parë të decenjes së 5 të shekullit që shkoi, decenje e zullumit tegër rankoviqist, kurse Nuhi Berisha në fund të saj, në sfirës të malësisë së Gullakut. Të dy vinin nga familje të njohura bujare e atdhetare, të përndjekura e të persekutuara në vazhdimsi nga regjimi serb. Ata u ushqyen me ndjenjat më thella të atdhet dashurisë e shqiptarisë. Rexhepi ka qenë fëmia i 5 prej babes Mehmet. Dhe ai si i vogël, kështu mos i se ishte edhe më i vogël, ndoshta kish me qenë tepër edhe me thonë na u duke sukuri më i përgdhelun se ne tjerë që ishmi rrit. Ishte qysh si fëmijë, si zoni me mu rrit pak, i kemi pas 2 plaka në shtëpi aty. Ato e dojshin shumë, e sillshin shumë dhe i kallëzojshin pralla, legjenda të ndryshme. Ato 2 plaka i kemi pas të cilat janë konë të vjetra, kanë ikë prej Serbisë, luftën e parë botërore 1912-ën, dhe ato sillshin shumë dhe ndoshta me thonë hapat e parë, Rexhepi ka marrë prej tyne një farë frymëzimi dhe në pas një urrëtie ndaj pushtuesit. Ato kallëzojnë gjithçka ato hjekat, çka nejt rrugëve, çka nik, që janë afër kufirit me Serbinë, që ndoshta po tërhiqet Serbia pranë vend vete, ne po kthehemi në tokat tona. Si fëmijë Rexhepi kur zuni pak më rrit merrke pjesë edhe në Od, ku ishin musaferet, ato i gjithherë është bo fjalë për luftetarët e asajane, i kishte marak me ndëgju ato bisedash. Për shembull, kish mi Mulla Idrizin e Gjelanit, flitke për to, flitke për Haki Efendin me Derrizin, për Syl Zarbincen, Marrem Fejzen, Shefke Desivojcen, Sadri Misimi ka qenë që burgosur edhe ai, njëri që ishte shumë i nderuar në tonë, edhe nga shumë të tjere me tush Krasniqe, po Rexhepi nga gjitha ato hapat e parë si frymëzim, familja i ka marrë nga këto biseda, nga këto neja. Nuhia këtu e ka falë Zoti u le edhe u rrit, edhe shkollën e 6 e ka bon në Cvirt, edhe shkollën e 4, vitin e 4, edhe vitin e 6 e ka bon në Cvirt. Ai pe që u le, që e kum quë 6 vjet në shkollë, se jo 7, po 6 vjet e kum quë, ai me ti pe i previmi nuk ura kur, heq. Dhe ime që u konë i rije ka hjek, po vjellafi qëtu, qëtë Cvirt, edhe ku kem të gjec, Zajqec, Gjyrishec, për një dit i ka ecë.
Pe gjyrishetjen ka me një që ra vesh në ponga, po vjellafi pa që ra pa heq, u konë plus ke bosh. Qashtu që tu që ke parulla tu nga pështë të këmpjet, thash më the. Unë nuk i kum dit atëhera, ati i kish vahi fiqiri pe kur u konë si i vëtër, the ke hajtë kalzem, qka të ka kalzu ty baba jëtë, edhe ti më kalzu mu, qka këni hjek, qka këni bon, qysh jeni me gjallë këtu. Aj, mas ju shkon Gilan, tahmina 15 vjet i ka mush, a i shkon pahin këtë degë. Une nja mët, mas ju hi nuk e kum ditë, të ne kum marrë vesh, se më ka hanë baba e tha, kur më së mbet, ku po shkoj, a ku po hi, a ku po dalë, tha se nuk muj me të kalëzu, se sa të rajë kështë po të kalëzoj më së mbet, edhe se kum vetë kur. Të na u mësuëm nevoja, na mësoj, unë jam i knaqë, i lumë tëmë. Në vitet e 60-ta, familja e adhetarit Mehmet Mala nga Hogoshti vendoset në Gjilan. Shumë shpejt, shtëpia e Malajve bëhet vatër e takimeve, e bisedave të zjarrta adhetare, me Tush Krasniqi, Selman Ramadani, Fehmi Bajrami, Recep Elmazi e sa të tjerë. Recepi atëherë në zënës, përpinte çdo fjalë dhe përhapte me kujdes midis shokëve të gjimnazit. Ne me Recepin kemi qenë miq shtëpie dhe jemi rritë së bashku, edhe si fëmijë, ndonë sa i ka qenë më i ri se unë me moshë. Recepi ka qenë i pashëm si fëmijë, ka qenë më i bukur se të tjerët dhe ka qenë shumë i shkathtë fizikisht. Ka qenë edhe si fëmijë gatshëm të bëjë çapkëndllaçe të ndryshme. Andaj edhe në familje ka qenë në një farë mënyrë si i përgdhelur. Recep Malin e kam pas shok klase. Recepi ka qenë i dalluar nga të gjithë shokët, ka qenë një njeri tepër revolucionar dhe ka pas për preokupim vetëm çështjen kombëtare. Që në vitin e 2 gjimnaz, ai ne shokëve të klasës na ka furnizuar me literaturë atëherë ilegale, nga duart e tij e kemi marrë veprën e Adem Demaçit, Gjarpit e Gjakut, Tradhtinë e Kaplan Resulit dhe shumë vepra të patriotëve dhe të adhetarëve të shquar, të cilat ne i kemi lexuar në atë kohë dhe kanë qenë inspirim për ne. Po ashtu Recepi ka sjellur edhe albume me fotografi nga Shqipëria të botuar në Shqipërinë e Re, një revistë atëherë ilustruar, dhe na ka folur jashtëzakonisht shumë edhe për Shqipërinë, edhe për adhetarët kosovar, edhe për nevojën e një lufte në Kosovë, qoftë politike, por qoftë edhe të armatosur, pasi që ai ka qenë vërtet një militant i shquar dhe për mu i dalluar. Jo rastisht, demonstratat e 68-s e gjetën Recepin e ballë të tyre. Në shtëpinë e tij u bën planet e përgatitjet. Aty u shkruan parullat, aty u përgatitën flamujt. Recep Mala ishte më i riu që bënte pjesë në organizimin e demonstratave të Gjilanit, mirë po ishte më aktivi ndër gjithë të tjerët, dhe shtëpia e Recep Malës ishte një ndër bazat kryesore të këtij organizimi. Detyra jonë konkrete, unë do të flas në shumës, sepse nuk është që ne e ndam detyrën për Recepin, për Vahidin, ose për Mineverën, ose për Fetijen. Sepse ne ishim një dhe vepronëm gjithnjë për një qëllim dhe të gjithë kishim detyrat të njëjta. Organizimin e demonstratave sa më të suksesshme të Gjilanit. Për Recepin e ri filluan burgosjet, përjashtimin nga shkolla, ndjekjet e kërcënimet. Por Recep Mala nuk ndalej, ai vazhdonte përpjekjet për ta mbaruar shkollën jashtë Gjilanit. Vllau Ale Aliu ka ardhur nga Prishtina dhe ka bisedu me mua, edhe më ka thënë se 4 vet janë përjashtu si aktivista nga gjimnazi i Gjilanit, edhe me çdo kusht brenda mundësive me i regjistru në Preshevë, në gjimnazin Skënderbeu Preshevës. Këta ishin Recep Mala,
Fatmir Salihu, Ahmet Hoti dhe Irfan Shakiri. Dhe ju i regjistruat? Edhe na i regjistruam, edhe krytën shkollën, atë vitin shkolluar 1968-69. Recep Mala, tok me Isa Kastratin, Sami Dërmakun, Fazli Abdullahun, Njazi Korçen e të tjerë, vendosën të kalojnë ilegalisht edhe kufirin dhe të shkojnë në Shqipëri, të kontaktojnë me përfaqësuesit e institucioneve të shtetit shqiptar. Në Shqipëri, për ne ka qenë domosdoshmë çdo udhëzim të Këshillit me Shqipërisë ka qenë e panushme. Na këshillojnë që marrim, shpërndajmë literaturën, përgatitemi të aftësohemi, veprimin ilegal shumë të sheft, edhe që mos të rrezikojmë shok edhe miq. Thënë të drejtën, ne kemi marrë shumë udhëzime rekomandime nga vetë vendi jonë, shteti jonë, që puna kryesore mund të bëhet aty ku është ai tjetri që sundon e jo jashtë vendit. Mund t'ju konfirmoj që Recep Mala dhe Nuhi Berisha janë dy figura për të cilët ka dokumente në Arkivin Qendror Shtetëror, ose më sakt ka dokumente në sektorin e ish arkivit të Partisë Punës të Shqipërisë, ku shumë kohë më parë është dorëzuar në ruajtje një pjesë e mirë e dokumentacionit të organizatave ilegale që vepronin në Kosovë. Pjesë e kësaj pasurie janë dhe dokumentet për Recep Malen dhe Nuhi Berishën. Recep Mala e Kadri Zeka ishin shok të së njëjtës bërtham vepruese atdhetare. Shtëpia e Recepit ishte bazë e lëvizjes studentore, kurse tërë familja e tij ishin të përfshirë në veprimtarinë patriotike. Kjo është hyrja e bazës kryesore të cilën e kemi pas rregulluar unë dhe Recepi viteve 70 kur ka qenë kjo shtëpi në ndërtim. Bashkarisht me Recepin, me një dalë dorë dhe me çekana kemi thyer themelin e betonuar dhe brenda është një bazë 2 me 1,50 lartësia, gjatësia duhet të jetë afër 3 metra e gjys, ka qenë e betonuar dhe kjo bazë asnjëherë gjermësot nuk ka qenë e zbuluar edhe pse kjo shtëpi është kontrolluar mbi 20 herë. Në arkivin e bashkëveprimtarëve janë ruajtur gjurmë të një takimi të Recep Males, Ilmi Ramadanit dhe Sherif Sherifit në maj të vitit 1971 në Gjilan. Sherifi e ka ruajtur me kujdes të veçantë një audiokaset ku dëgjohet zëri autentik i Recep Males si dhe duke kënduar bashkarisht këngë atdhetare. Jo atyre trima me ngrej gishtin e krimit, po atyre trima me shtri dorën e pajtimit. Recepi vazhdimisht hulumton të mundësit për të kontaktuar drejt për së drejt me popullin edhe në viset malore, duke mos sprituar që të udhëtoj këmbë me kilometra e orë të tëra. Më 6 mars të vitit 1972, Recep Mala mori ditarin dhe filloi punën si mësues në shkollën fillore Liria në Vakovës të Marecit. Edhe këtu, ai u dëshmua edukator i mirë dhe u mirë prit nga nxënësit e nga banorët e kësaj malësie, sidomos në familjen e Hamës Makollit. Në këtë lagje, që quhet lagja Vakoc, në fshatin Marec, punoj një arsimtar me atë dashuritë e përkushtuar, Recep Mala, i cili përveç edukatës arsimore, të në programit mësimor që e zhvillon të mëndzëns, kishte edhe zgjerim të ushtrimit të propagandës politike edhe ushtarake për organizimin e mirëfillt të ilegales në atë kohë,
që vepronte në malësinë e Gallakut, pikërisht në marrës dhe në zgjerimin e saj në vise tjera të Gallapit dhe të Mëxher. Është interesant se Rexhepi në atë kolektiv ka qenë mësuesi më i ri. Kur kam shku sefte, apo herën e parë në atë kolektiv ka qenë në dy rryma që nuk kanë pas përbashkët asnjëna me atë. Dal nga dal shtu illun ato pushimet e tyre, por me ardhen e Rexhepit, ai kolektiv e ndryshoi tërë fizionominë e vet. Është interesant se është ndëgju më i riu, a gjithherë është ndëgju fjalët. Ka mbarimi majt 20 maj kështu, erdha ta vizitoj Rexhepin i cili punonte në Marevc, në këtë shkollë. Rexhepi po më thot, Ilmi urno dhe pyeti nxënësat për çka dush. Unë si shakaj thash, po me qenë se ne histori kombëtare mësojmë e këta janë të vogël, tha urno thas edhe histori kombëtare, edhe bëm një bisedë, unë fillova të pyes, thash atë pyes mbas ditarit, çka ke shpjegua, po jo, tha jo, kështu jashtë ditarit, pyeta për histori kombëtare, për Skënderbeun, për çdo gjë ishin nxënësit e dishin lidhjen e Prizrenit. Madje i bëra edhe një pyetje, a dini se si ka mbet Kosova nën Jugosllavi, edhe atë përgjigje më dhan. Një kohë, Rexhep Mala qëndroi dhe punoi në Split e Kroacisë, vetëm për të ndihmuar shokët që nuk kishin kushte për shkollim. Kemi udhëtu bashkë në Split, atë pak që e ka fitu atje, mu më ka thonë se unë nuk kam nevoj për të holla. Po më dhime njerëzit, kam shumë shok që nuk kanë të holla, e këto të holla duhet t'ja vjepër, të shkojnë studime në shkollë. Edhe një ditë dolëm bashkë aty dhe i bleti do radio një dhe 12. Thash Rexhep, çka këto, ka shumë. A në shmetin tha, ka shumë, tha një djemë të ri, tha, ka vajza, tha që nuk muj mingu lajmet. Tha dhe do t'ja vjep, tha, dhurat. Edhe mu ma bleti një radi. Thash, po unë kam pare, Rexhep, tha, diçka. Unë i tha, di, tha, ti që ki të olla, po ta bletha këtë radi, tha, në gjdo me nxez të në ora 5, tha, të ndigjoj të Radio Tiranën. Vitet 70 ishin vite udhëkryqi për Kosovën dhe popullin e saj. Në horizont po shfaqeshin shenja të rënimit e Jugosllavisë titoiste, kësaj kreature të ringjallur anti-shqiptare të Versajës. Duhet ta keni parasysh se shpartallimi i Jugosllavisë në vitet 70 ishte vetëm një ëndër, përndryshe Jugosllavia duke qenë një prej shteteve më të forta në Evropë, ne e dinim se është keqësisht e pamundur shpartallimi i saj atëhershëm dhe shkonim me kërkesa maksimaliste, do të përbashkim kombëtar, në mënyrë që kufiri i fundit i kompromisit të jetë një republikë shqiptarëve në ish Jugosllavi. Rexhepi u kushtonte kujdes të gjitha formave të organizimit, por si njeri i veprimit dhe i luftës që ishte një kujdes të veçantë i kushtonte përgatitjes teknike e ushtarake, siç do të thoshte ai. Idhuj të tij ishin Mic Sokoli e Vojo Kushi. Më në 1973 e kemi formu grupin revolucionar, shkurt GR. Kanë qenë 2 grupe. Në grupin e parë kam qenë unë, përgjegjësi i grupit, Mehmet Hajrizi, sekretar organizativ, ose për çështje organizative, kështu kemi thënë, Gjafer Shatri, për çështjet e studentëve, Binak Ulaj për çështjet e shtypit, edhe një tjetër unë nda, pastaj se mo janë. Grupi tjetër, i dytë, është formuar përsëri atje Gjafer Shatri, me Rexhep Malën, Gani Syla, Hilmi Ramadani, nuk i ditë të gjithë. Edhe kemi nxjerrë revistën Zëri i Kosovës. Gjatë vijimit të studimeve në Fakultetin Ekonomik, Rexhepi me shok në Prishtinë kishin disa baza ku zhvillonin veprimtarinë atletare. Njëra ndër bazat që kemi pasur në Prishtinë, Rexhep Mala dhe Kadri Zeka, është kjo ku kam banuar Kadri Zeka dhe Hidayet Hiseni. Zakonisht, kur vishim këtu në këtë bazë, unë edhe Rexhepi vishim dhe trokeqim në këtë mënyrë, edhe ishte ai shenjë që ne jemi, edhe dilshin nga pjesa tjetër Kadriu dhe
Hidajeti, në rast se nuk dilshin ata në hyrje, ne nuk hishim sepse dishim që ose është rrezikum diçka brenda, ose për momentin nuk gjenden këta. Në këtë bazë, Shap telegrafin e parë që kemi rëmbyer bashkë me Kadri Zekon, Hidayet Hiseni dhe Recep Malën, në ndërmarrjen e Elektro Kosovës pranë Fakultetit Ekonomik, e kemi sjell këtu dhe ka qëndruar disa ditë, pastaj prej këtu e kemi dorëzuar Gjafer Shatrit dhe Kadri Osmanit, me të cilin Shap telegraf janë shumëzuar shumë trakte dhe janë shpërdar anë banë Kosovës. Recepi, Nuhiju edhe shokë tjerë të gjithë e kanë pasë si bazë këtu. Edhe pisjashti kur kanë edhe asës. Të gjithë kontinuitetin që e kanë kanë pasën këtu edhe atje të banesa afër Grandit në koloninë e Arabisë Saudite. Në një rast po tregoj tërheqjen e teknikës prej bazave. Ato kanë qenë shumë baza, por një që ka qenë si kryesor, aty kanë qenë teknika kryesore prej aty, edhe ishte Shamsedin Hoxha aty, Ilmi Ramadani, unë. Se cili kishte obligimin e vetë çka duhet t'jek. Një valigje më jep mu, edhe thot kështu. Shefqet, këtë nuk guxon ta dorëzosh gjallë. Bashkë këtë prosi. Ishte natë e ftaft, natë me shi. Mora ora 10 diçka kështu, ka qenë për ato rrugët e Prishtinës. Por asnjëherë nuk kam menduar se nuk e kam Recepin krah dikun. E baja të çantë, ishte rrezik sigurisht, por në vete nuk kam dëgjuar asnjëherë një friga, një panika, diçka kështu, një siguri. Por në anën tjetër, ma mirë të mendja se Recepi o dikun krah. Pasi e dërguam në vendin e caktuar, që mora të valigje, njeriu që nuk e ngjofsha sigurisht, as nuk lype që të ngjifemi, kthehem në rrugën Gjavit Mitrovica, aty kur kthehem prej aty të shoh Recepin, i lagur dhe po të thirr, shefq. Kthehem. Aty u binda se më të vërtet nuk kisha qenë rrugës vetëm. Recepi ishte njeri i aksionit. Ka do shkonte e ku do që ndodhej, a i do të kryen të ndonjë veprim konkret. Janë të panumërta e në nga më të llojshmet aksionet që ka kryer Recepi. A i me shok kishte shpërndar trakte, jo vetëm anë kënd Kosovës, por bashkë me veprimtarin Gjevat Ajvazin e të tjerë edhe në anën e Preshevës e të Kumanovës. Ai ka pas konceptin që nuk duhet të organizohemi vetëm brenda kufive administrativ të Kosovës, po organizimi ynë të ketë shtrirje të gjerë në gjithë hapësiren që atëherë ishte nën ish Jugoslavin, ku jetonin shqiptarët në trojet e tyre, si në Preshev dhe Maqedoni, dhe në Preshev kishim bërë disa aksione, po përmendi kishim shpërndar edhe disa trakte me 1974 në shkurt, dhe këto janë bërë nëpërmjet Gjevat Ajvazit, ka qenë një arsimtar nga Presheva i cili ka punuar në Gjilan, dhe tash nuk është mesin e gjallëve, dhe Recepi ka kërkuar vazhdimisht që ato veprime që bëhen në Kosovë, automatikisht me çdo kusht e bëhen edhe në Preshevë Bujanoc e edhe në Maqedoni. Fillun hafishet mi skep në katun, fillun edhe qenë me li. Atëherë mora vesh si aksioneve shfilloj. Mirë po ty gjithë kohën ndëgjova deri sa i kryten punët ata, se pej fundit katunit. Fillun edhe deri kon nalë. Unë të thamë se Recep Mala ka qenë një për organizator më të mirë që ka pas lëvizja kombëtare shqiptare ndonjëherë. Ai organizimin e pati kthyer thjesht në një art. Ishte shumë i përgatitur, njihte Clausewicin, njihte teoricienët më të mëdhenj ushtarak të kohës dhe ishte një kuadër i përgatitur për aksione konkrete. Pas një tërheqje të përkohshme të imponuar, shovenizmi serbomall po përpiqej ta merrte veten dhe të hidhej në kundërmësymje me synimin e tij dukshëm për t'i rirrëmbyer Kosovës edhe ato pak të drejta e lirit fituar ato vite me aq shumë gjak e sakrifica. Në vitet e 70-ta, kur po vepronin Recep Mala dhe Nuhi Berisha me shok, vepronin faktor të jashtëm ose objektiv dhe të brendshëm a subjektiv në lëvizjen kombëtare të Kosovës të asaj kohe. Në njërin anë,
kishin ndikimin e tyre marrëdhëniet brenda jugoslave, të cilat mbarseshin me plot kriza, në bazën e të cilave qëndronte ajo e çështjes kombëtare të pazgjedhur, dhe në radhë të parë ajo shqiptare. Pastaj lufta e klaneve brenda jugoslave dhe krizat ekonomike, shoqërore e politike që e përcjellnin në vazhdimsi kreaturën e quajtur Jugosllavi. Viti 1974 përbënte atë kthesë historike për Kosovën nëpërmjet të ndryshimeve kushtetuese dhe të statusit të saj. Dhe përbënte shansin historik që Kosova të avancojë në Republikë. Kjo nuk ndodhi për shumë arsye. Unë do të përmendja faktin që Serbia, duke qenë në defansiv në atë kohë, po përgatitej për një ofenzivë të re politike, me të cilën ajo do t'i heqte autonominë Kosovës. Recep Mala kalon disa herë kufirin dhe qëndron në Zvicër e vendet të tjera europiane, ku vendos kontakte me atdhetar e revolucionar, spanjoll, italian, kurd, bask, latinoamerikan e të tjerë. Gjatë vikendeve ne kishim kontakte me italian, me punëtorë të tjerë spanjoll, me zvicran, do thotë u krijua një shoqëri shumë e madhe për ato pak ditë, sepse ishte në pyetje vetëm një muaj e gjysmë që ishim dhe ato i arrinte. Do thotë dukej ajo largpamësia e tij se duhet të kemi miq dhe t'i njoftojmë me problemin ton. Kemi qenë në Paris. Kemi udhëtuar atje për të marrë literaturë patriotike. Kemi qenë në ambasadën e Shqipërisë në Paris. Aty na kanë furnizuar me disa libra patriotike. Pastaj kemi shkuar në disa dyqane, kemi blerë disa shaptillograf për shumëzimin e trakteve në Kosovë. Kjo ka qenë në janar të vitit 74. Po të njëjtin vit, 74, kemi shkuar në Itali, kemi blerë 1250 fishek edhe 4 revolje. Shpërndarja brenda një nate e mira trakteve dhe shkruarja e qindra parullave në të gjitha konvikte dhe barakat e studentëve në dhjetor të vitit 1974 ishin vepër e Recepit, Kadriut dhe shokëve të tyre. Aksioni që menduar si një përgjigje edhe arrestimeve që po bëheshin, edhe një dëshmi e vazhdimësisë lëvizjes çlirimtare në Kosovë, por edhe një thirrje e rini studentore që të ngrinte përsëri zërin, si një dëshmi se rinia e Kosovës dhe populli i Kosovës në përgjithësi, jo vetëm që nuk pajtohej me gjendjen e rëndë në cilën ndodhej dhe që ishte në keqësim të vazhdueshëm, por nuk pajtohej as me zgjidhjet gjysmake që po imponoheshin atëherë Kosovës me kushtetutën e vitit 74. Në konviktin numër 1, traktet u shpërndan nga Recep Mala dhe Hilmi Ramadani, konviktin numër 3 nga Kadri Zeka dhe unë, kurse në baraka Gani Sylla, i ndihmuar pastaj më vonë edhe nga Recep Mala e Hilmi Ramadani. Unë ndër tjera u caktova që të mbaj këtu pranë fakultetit juridik ka qenë një konvikt apo një vend banimi për studentët. E kisha një prej detyra dhe një prej konvikteve, atë konviktin e fundit atje që ishte në formë të barakash. Kështu që sapo e kam krye unë këtë vetë, dhe më shpëndar në traktë dhe shturën e parullave, jam nisur dhe kam shkuar në pjesën tjetër, dhe më hanë mimez e studentëve ku jam takuar, pastaj Recepi kështë e kryu, jam takuar me te, dhe thëtë, po vim për ndihmbojnë. Dhe Recepi është këthy bashkë me mu, dhe traktin nga shpendar në 2 konviktet e fundit bashkë me Recepin, bile ai hyri që t'i shkruaj parullat dhe shpendarin në traktin, kështu që më ndihmoj që aksionit mos vërnohet atë ke sukses, sepse ishte agu i ditës. Aksioni kishte jehon të gjera atëherë në Kosovë, natyrisht u shoqërua pastaj edhe me arrestime të shumta, siç ndodhte në vazhdimsi. Në pamundësi për të zbuluar aktorët e vërtetë të aksioneve të fshehta, pushteti i atëhershëm dhe organet represive të tij ndërmerrnin burgosje kuturu, burgosin njerëz që eventualisht të mund të ishin autor potencial të veprimeve kundër regjimit.
kur kam dalun nga burgu, ata kishin pas met pa udhëhec, ata kishin pas udhëhec një farë Kadri Osmanit. Edhe ata kishin pas biseduar, ai grup që ka met, kishin pas biseduar që mu të më bojnë udhëhec. Unë s'kam ditë ku gjejsh. Kështu që kam biseduar me Regjepin e me shokët e Regjepit e tjera. Po Regjepi ka qenë zemra e motori i ati grupacioni. Karakteristike e Regjepit ka qenë që ka qenë shumë i vendosën. I vendosën fort, ma i vendosën që tjerë. Mirë po ka qenë edhe me ndjeholl. Unë kam pa në ato bisedat tona që kemi pas në atë farbanesën time në Prishtinë, që i kupton të sene shumë mirë, i din të sene shumë mirë. Interesin e Kosovës e popullit vete kishte mbi gjitha intereset tjera. Me Regjepin kemi biseduar gjëra shumë delikate, ka qenë disa herë në Shqipëri, ka shku e ka marrë, edhe ka pas grupet vetat me numër bukur të madh. Me lëkurën e tij, ai mbrojti shokët e pazbuluar dhe në këtë mënyrë mbrojti vazhdimsinë e veprimtarisë atdhetare. Regjepin, edhe pse e kanë shtrënguar shumë, e kanë munduar shumë në burg, e kanë majtë me ditë, e kanë majtë me kom përpjet lidhën në tavan, për të treguar çka dini, çka s'dini tjerë. Mirë po me që ai s'ka treguar, shumica shokëve ti kanë mbet jashtë dhe e kanë vazhduar aktivitetin, kurse neve në 19 na patë ndenuar atëherë në janar të 76. Tortura zbatuar ndaj Recep Malit si është tepër e veçantë. Edhe për një moment Regja i bindur se kanë vendosur ta mbyshin, jo si i dhimbse jeta, ne kemi njohur Recepin, po nga frika se po mbet pa ju thonë hetuese udhbashve dhe kryeudhbashve atë që e mendonte, thotë unë do t'ju them të gjitha. Para gjitha t'ju them juve, thotë hetuese shqiptar, të gjitha jeni tradhtar kombi shqiptar. Juve thotë serbë dhe malezet, po them se të gjithë jeni kriminal. Dhe herë dhe kur thotë gjyqi popullit do t'i dënoj. Dhe po ju them, mos harroni se Kosova do shlirohet dhe Kosova do të bashkohet me Shqipërinë. Ishte një moment gjatë ballafaqimit të dy akuzuarve në Telegram që kishin quajtur ata dy të akuzuar së bashku me Recep Malin, udhëheqësi shqiptare në Tiranë. Ishte pyetje e kryetarit të trupit gjykos, a keni shpreh admirim ndaj udhëheqësisë të Shqipërisë apo jo? Në atë moment, kush tjetër përveç përsi Recep Mali, me të pamjen e tij vërtet të një vegani, me të guximin e tij që ka karakterizuar Recep Malin, ndonë se kish polici mrapa, se në moment i kishim 19 polic, por si duket e gjeti në befasi edhe policin që e runte, unë ngritën ka me ngrush për pjetha, kemi shprehim dhe tërë jetën do shprehim admirim të udhëheqësisë së Shqipërisë. Në janar të vitit 1976, në gjykatën e qarkut të Prishtinës, Adem Demaçit dhe Recep Males me shok, për veprimtari kundër regjimit jugosllav ju shqiptuan dënimet me burg, të cilat i vuajtën në për kazamatet e atëhershme. Recep Mala vuajti 8 vite burg të rënd. Një dyzin burgjesh ka provuar Recep Mala në kazamatet jugoslave, por ato nuk e thyen. Burgu për të dhe për shokët e tij të qelisë si Isa Kastrati ishte jo vetëm shkollë kalitje e përgatitje për betejat e reja, por edhe arenë e vazhdueshme lufte. Ai njihet edhe me pseudonimin Qendresa, dhe vërtet ai ishte sinonim i qendresës shqiptare. Duhet theksuar se në qendresën e tij në burg, që vërtet ka pas tortura ndoshta nga më të tmerrshmet dhe i ka qëndru. Prej pak aty në kujtimeve që kam për babën tim, pra, unë mbaj mend, nuk e mbaj mend aq mirë, po me fjalët e tjerëve kam tregu që vizita parë, takimi imi parë me të ka qenë në burg. Do me thonë, unë kam qenë 6 muajsh, kur kemi shku në burgun e Prishtinës. Edhe më kam treguar, kam thënë se hera parë kur jemi pa, do me thonë, unë i kum shku ati, ai mi ka dhonë durët edhe unë i kum gjujt në qafë. Edhe masanej agja e nana gjithmonë, i ka thonë agja nanës që apëshe, Fitoria e njohu gjakun e vetë. Gjakut e gjaku i vetë e ka ngri, edhe pse asnjëherë nuk jemi taku. Jam rrit me kujtimet e tij, gjithmonë ka përcjell emri i tij. Derisa jam rrit pak më e madhe, do të thonë ai ka qenë në burg. Jam taku në për vizita me të, më ka fol nana shumë për të, më kanë fol shokët. Gjatë mbajtjes dënimit në burgun e Idrizovës, nga grupi
që u dënu në vitin 76 në krye me Adem Demaçin, një numër prej këtyne shokëve i prunë në burgun e Idrizovës. Në mesin e tyne ishte edhe Recep Mala. Do me thonë, fati ynë që të takohemi me Recepin. Kontakti i parë me Recepin, tek ai shifeshin vetit të cilët e dallonin, ishte urtësia e tij, guximi për punë dhe trimnia. Këtë nuk e them se dua të ngrenë figurën e Recepit, po këta vërtetoheshin me punë. Çdo incident që ndodheshte apo mos marrëveshje në një konflikt i vogël në mes të burgosurve, Recepi ndërhynte për një herë dhe me fjalorin që kishte i qetësonte. Recepi kishte asaj aftësi që të ofronte edhe njerëzit që ishin të një kombi tjerë. Më kujtohet për shembull për çështjet e grevave në Idrizov, për kushte, për tretman tjetër të literaturës, se në radhën e grevistëve ka aftësi të fusë edhe bullgar. Luftë me fjalë, letra, ankesa, luftë me frymëzim e vetëdijsim të burgosurve, me organizim e zgjerim radhësh, por edhe me greva urie, greva pune, protesta, mosbindje, e madje dhe organizim rezistence në burg. Edhe nga burgu ai mbante lidhje dhe ndihmon televizjen çlirimtare. Ai ka pasur korrespondencë të rregullt, edhe pse nga burgu me organizatat në Gjermani, në Zvicër, dhe thonë, i organizonte shumë bukur marrë mjeshtri, letra që i shkruante, i kamuflonte aq bukur në për libra, sa që ka pasur ata në drejtoria burgut e dinin se po komunikojmë ne me jashtë, por në asnjë mënyrë nuk kanë mund kur të zonë agati në çdo vizitë tonën ka pas këmbim letrash. Recep Mala nga burgu dërgoi porosi për Hydet Hysenin dhe bashkëveprimtarët e tjerë që ende nuk ishin në pranga. Më patë thonë mu që përpiqu bisedo me nipin, ishte fjala për Hydet Hysenin. Dhe veti shokët që ne ta bojnë një organizim shpërndamjen e një traktit. Në në trakt të thirrën që të gjithë të burgosrit politik ka gjine në për Jugoslavi të kthehen në burgjet e Kosovës. Se ne edhe po rrinë për burgje, edhe prap po punojmë për republika tjera. Kështu që punën që do ta bojnë burgosit politik në tjetë vetë për ati veni që i takojnë kurnojnë edhe punojnë. Traktin e ta shpërndojnë, ka i kanë rjetin organizativ të zgjeruar. Unë isha nxënëse shkollës mesme, mirë po vepra dhe ideologjia e Recep Malës mu ngulit ashtu në kokën time. Dhe atë rrugë e ndiqa disa vetë derisa rash në gjurmët të Recepit, në gjurmët e veprës ti dhe u takova me vllaun e Recep Malës, Hasan Malen, ku formuam edhe një celul të parën të lëvizjes, mendoj të lëvizjes së femrave nga ana e rrethit tonë për çlirimin e Kosovës. Recepi ka qenë njëri shumë i shkallët, njëri shumë trem. Ai qysh edhe baba i vet, këtë fjalë na ka thonë që ai u marr me aktivitet ilegal, qysh 14 vjeçar. Qëndrimi i Mixhes Mehmet, trall janë burrat, tralla si burra ka Kosova, që e përkrah fëmijën e vet që të punojnë për atë dheun, për Kosovën. Trall ata. Se prindi është prind i dhimbët, sa do kudo fëmija i vetë, pa i kur se ka pengu. Recep Mala e Nuhi Berisha ishin fara, ishin palca, zëmra e vërtet, syri larg pamës, shpirti pa epur dhe grushti pa thyshëm i lëvizjes atdhetare në Kosovë. Nuhi Berishën kom pas rastin ta kem në nxënës. Ka qenë një ndër nxënësit më të gjallë, më të shoqërueshëm, krejt i lirë, dhe nxënës vërtet i dalluar, ka qenë vërtet një njeri që i është përkushtuar tërësisht çështjes kombëtare. Nuhi Berisha ishte një djalë shumë i ri sa nuk ma merrte mendja punën që e bonte ai njeri me atë moshë tre që e ka me marrë atë barë aq të madhe. Bashkë në kohën e tij kur ai është angazhu, ishte shumë i ri dhe
Ai ka orë në familje këtu sefte, ka orë në shpiton kështu dhe është taku me mu dhe masandej nuk I kemi këshput lidhjet. Ai që ato traktet mas burgosjeve shokën, gjithë tha që janë bo që aty në Gjelani, në rrethim, këtë është punë e nuhijës. Është shumë interesant puna ti. Shpesh herë thonte neve në animon, thëjke edhe toka, edhe vendi. Thëjke Baca Hasan, thëjke une kom shku të shkolla ekonomike, mi shku do parola në Gjelani. Dhe po vinë një truq polic. Nuk kom pas kur gjë thëjke, veç vetë jom konë, edhe kom pas një shishe me benzin javë kom gjujt policve që shkanik thëjke të gjithë, ta thëjke din tutën hak, veç do të me mu shtrengu. Përsëri punë legale dhe e fshehtë njëkohësisht, me grusht e me laps, me veprim e riorganizim të radhëve, sërish trakte, greva, protesta, zgjerim radhësh, sërish mitingje, protesta, kontakte e biseda diplomatike anë kënd botës. Kështu ishte përgatitur dhe vazhduar lëvizja e madhe studentore dhe gjithë popullore e pranverës së vitit 81. Rexhepi ka qenë gjithmonë I njoftuar për çdo gjë që ka lëviz jashtë. Çdo gjë që ka ndodhur ka qenë rregullisht I njoftuar. Kështu që në praninë duke qenë pranë Rexhepit, njëkohësisht kemi qenë edhe ne të informuar shumë mirë. Ka rastis me 11 mars 1981 kur u bën demonstratat e para në Prishtinë, që ne menjëherë me 12 mars, domthonë të nesërmen të njoftohemi detajisht se çfarë ka ndodhur në Prishtinë. Ishte një vizitë vllau I Rexhepit Hasani. Ne u informuam gjërësisht lidhur me rrjedhën e demonstratave dhe mënyrën dhe shkakun e shpërthimit të tyre. Për çka për ne ishte një argument edhe më I fuqishëm se ne duhet vazhdojmë të punojmë. Nuhi Berisha, student I dalluar I drejtësisë dhe I edukatës fizike, jo vetëm që ishte kurdoherë në radhat e para të demonstratave dhe aksioneve të shumta që organizoheshin, por ai na la edhe mbase kronikën më të plotë e më të bukur të asaj pranvere. Pranvera e vitit 1981, ose pranvera e lulkuqeve të Kosovës, siç do ta quante ai, ishte pagëzimi I parë atdhetar e revolucionar I Nuhi Berishës. Vitet të 80 ishte kulminacioni I zhvillimit të lëvizjes ilegale në Kosovë. Dhe mund të themi me plot përgjegjësi se më tani nuk flitet për grupacione, nuk flitet për struktura të caktuara të shtresave të studentëve, po flitet për një lëvizje e përgjithshme politike shoqërore në Kosovë, e cila në veti barte kërkesën për bashkimin kombëtar në vitet e 80-ta dhe në këtë kuadër, në këtë strukturë të lëvizjes ilegale, një rol të veçantë e gjejmë të Recep Mala dhe Nuhi Berisha. Nuhi Berisha ju bashkua qyshiri radhëve të lëvizjes çlirimtare. Tek ai një ndikim të veçantë, pos familjes bujare e atdhetare Berisha, kishte edhe Kadri Zeka, nip I familjes Berisha. Nuhiu u organizuar në celulën e fshehtë fillimisht me Saime Isufin, Bulën dhe Ahmet Isufin, kurse më pastaj me sa e sa veprimtar të tjerë atdhetar, midis cilëve shquheshin Enver Topalli, Zia Shemsiu, Shukri e Gashi e të tjerë. Demonstrata 11 marsit, kur në atë demonstrat kishte marrë pjesë edhe Nuhiu dhe më njofton që është bërë vërtet një demonstrat në Prishtinë dhe ishte në atë kohë pabesueshme diçka e tillë, domethënë se rinia vërtet po përgatitej, ne ishim të organizuar, po për një demonstrat ende ndoshta si ishim pjekur kushtet, po mirë, po revolta kishte shpërthyer dhe ai çoi në demonstrata të tjera të më të tjeshme
të prillit të ati vit, domethënë të 26 marsit dhe të fillimit prillit të vitit 81, ku Nuhiu ishte një nga pjesëmarrësit aktiv të atyre demonstrata dhe për cilat fliste me pasion të madh, sidomos pas demonstratave. Në fakultetin juridik, kur Nuhiu erdhi në amfiteatr dhe mu prezentua se ishte Nuhi Berisha, një shok i Saime Jusufit. Atë që më kishte thënë Saimja për te kohë më parë, une arrita që ta kuptoj në vazhdimsi gjatë raportit tonë, jo vetëm si bashkëveprimtar, por edhe si të zgjedhur të jetës. Mirë po, fati e deshti që ajo nuk ngjall në jetën tonë. Pikërisht të kjo derë këto që tani ka ndryshuar për arsye se janë bërë ndërtime të reja, në vitin 1983 ka banuar Nuhi Berisha bashkë me Ahmet Jusufin, që të dy anëtar të lëvizjes për Republikën Shqiptare në Jugosllavi. Si studenti fakultetit juridik, gjatë orëve të mësimit, kur profesorët e atëhershëm të shtrënguar për shkak të rrethonave politike të asaj kohe, shpeshherë ndodhte që nuk e thonin, nuk e shprehin atë çka vërtet e mendonin për çështjen e zgjidhjes së Kosovës ose kushtetutat e njëpasnjëshme, duke përfshi edhe atë të 74-tës, se çfarë duhet bërë me ndryshimin e amendamenteve. Në situata të tilla, Nuhiu e kishte guximin moral, njerëzor dhe kombëtar, që t'u thonte troç se ajo çfarë thonin profesorët ishte vetëm një mashtrim dhe asgjë tjetër. Në atë kohë, një 19 vjeçar të drejtohet një letër, një të burgosuri politik që atëherë ishte simboli i qendresës në Kosovë, duhet të kesh guxim të tepëruar. Nuhiu e ka bërë këtë. Ka bërë përmes Hanifës, shoqës Recep Malës. Bashkëveprimtarët e Recepit përkujtojnë edhe një moment të rëndë në burgun e Foçës. Se sa i donte shokët, e mbaj mend rastin e 18 janarit 1982, pas vrasjes së Jusuf Gërvallës, Bardosh Gërvallës dhe Kadri Zekës në Stuttgart të Gjermanisë. Ne derisa shkuam për të zënë vendet tona në Trepezarin ku hanin bukë, dërguam Begjet Shalin për të parë në bibliotekë se kush ishin këta të vrarët, me që ishte shumë e mjekull kush ishin këta të vrarët në Gjermani. Kur Begjeti na komunikoi emrat se që kanë vrarë Jusuf Gërvalla, Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka, Recepi i shpërthyen lot sikur me qeshme nga qeshmja. Dhe doli jashtë se ishte në gjendje ta mbaj veten. Aty tregonte dashurinë për shokun, dhimbsen për shokun. Vetëm atëherë kemi marrë vesh pastaj për Kadri Zekën kush ishte dhe çfarë ka bërë. Mona i ruante shokët, nuk i përmendte kurrë. Kësaj ndodhi pastaj edhe me Hidet Hysenin, tek pas burgosës ti na tregonte na pliste për te. Pas rënjes heroike të Kadriut, Nuhiu do të bashkëpunoj me veprimtarët e tjerë të familjes Zeka, veçanërisht me Taib Zekën. Nuhiu ishte i prit aty gjithë atë të pame. Edhe dio përqafu me mu, edhe disa lati kanë ra, atëherë u shku të nana e ka pas nanën ti me hallë. Edhe u betu para nonës, se halla ime dhe do ta vazhdojmë rrugën e Kadriut deri në fitore. Me Nuhiun dhe brezin e tij djaloshar, lëvizja kombëtare por ngjallën nga hiri, si Feniksi. Me të dhe me shokët e tij, në arenën e luftës po hynte brezi i ri i djalërisë, që paralajmëronte frymë të re, hovë të ri dhe cilësi të re në lëvizjen tonë kombëtare e demokratike. Recep Mala e Nuhi Berisha ishin shembull tipik i militantëve atletarë. Ata shquheshin për aftësi organizative dhe punonin shumë për organizimin e radhëve. Të organizuar dhe vetëm të organizuar, të bashkuar dhe vetëm të bashkuar, këtu dhe vetëm këtu qëndron garanca e fitores, shkruanin ata. Njëri nga ata që mas shumë të ndoshta në lëvizjen pas viteve të 80 kanë ndihmuar
dhe ka ndikuar në shkrirjen e grupeve është Nuhi Berisha. Me iniciativën e Nuhi Berishës, ne jemi bashkuar dhe bëm shkrirje në lëvizjen për shqiptarët në Jugoslavi. Atër quhej lëvizja për Republikën e Shqiptarëve në Jugoslavi. Një ditë në banesën ku jetoja si legal, vjen Muamer Shabani, me cilën kisha bashkëpunim për më në ngusht, vjen dhe thëtë se është një legal tjetër që ka ardhur nga Zvicra, është kthyer, dhe si që më ka thënë Ahmet Isufi, do të takohet me mu, dhe do t'ishte mirë për shkak se ka të bëjmë me bashkimin e organizatave legale, dhe sa më shpejt që t'jetë e mundur. Unë me kënaqësi e pranova se vetë ideja ishte shumë e qelluar për kohën kur kishte ardhur ai. Dhe lam një takim që ta bëjmë te kroji i takbashkës. Gjithë biseda, them ashtu si zheu i krejt aty në bisedime që bënim ne, ishte se si të forcohet ilegalja, rezistenca kombëtare në përgjithësi, qoftë legale apo ilegale. Por ai kishte ardhur me një mision, them kështu, i përqendruar në atë që organizmat ilegal që ekzistojnë, organizimet ilegale, të bashkoheshin në një organizëm të vetëm. Dhe kjo ishte masë e nevojshme. U morëm vesh shumë shpejt për këtë çështje që të bashkohemi dhe mbeti do të thoya një çështje teknike më fort. Prej brezit të ri të organizuar në atë periudhë, Nuhi Berisha ishte njëri prej titanëve më të palodhur në gjetjen e mundësive të riorganizimit grupeve ilegale dhe bashkimit tyre në një organizat vetme. Ai kishte një përparësi se njihte shok nga e tërë hapësira shqiptare, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga pjesa shqiptare në Maqedoni, Lugina e Preshevës dhe pjesa tjetër në Maltëzi. Në rrethana të këtilla dhe në pritje të ndeshjeve të ashpra me Serbinë, në xhirin e lëvizjes çlirimtare të Kosovës, u rilindën përpjekjet për konsolidimin dhe riorganizimin e lëvizjes kombëtare. Gjatë vitit 1982 dhe 83, veç e kemi marrë formën e organizuar dhe kemi vepruar ilegalisht në grupe të vogla, atëherë kemi qenë të organizuar në celulat të LRSSH-s, në të cilën celul ka bërë pjesë Nuhi Berisha, Gafur Elshani dhe une. Nuhi Berisha edhe pse në mosh ka qenë më i ri se na, mirë po ai ka posedu të gjitha aftësitë si politike, si fizike dhe ushtarake, edhe me një farë mënyre ka qenë edhe udhëhec edhe politike edhe ushtarake i yni në atë kohë. Në takim të rregullt që kemi pas me Nuhion në konvikë, duke futur në një pam duke zbritur të policia sekrete, të cilën kishin donin me arrestu Nuhion në konviktin në mëni. E atëherë me gjithë kemi shku në katën më të lartë në dhomë ku kemi banu unë me Ilazin bashkë. Nuhiu e kishte me vete revolën, jo e kishte në revolë kishte plumin e raportu. Edhe më tregoj, tha, ata, unë nuk i njihna, a sa ata kanë qenë agenta të udhës të cilët kanë ardhur më arrestu mu. Po thash, po mirë, tha, unë e kam revolë me veti edhe nëse tentojnë të më arrestojnë, unë do të qëndroj. Geografia e veprimtarisë atdhetare të Nuhi Berishës ishte po ashtu e gjerë dhe gjithë shqiptare. Ai kishte shok ideali nga të gjitha viset, kurse edhe vetë ishte i pranishëm gjithkund. Ai një kohë qëndroi në mërgim në Zvicër ku bashkë me shokët e idealit Zia Shemsiun, Hasan Malin e të tjerë, kontriboi dukshëm në konsolidimin e lëvizjes së goditur rënd nga vrasja e Jusufit, Kadriut e Bardoshit. Qysh atëherë, ata bëjnë përgatitje dhe para për qendresën armatosur, të cilën e konsideronin të pashmangshme. Ata jo vetëm që u pajisen me armatimin e nevojshëm, por edhe organizuan ekipet e para stërvitore për luftë armatosur në Kosovë. Ra në gjurmë të udbës sa të hershme të shërbimi sekret Jugoslav dhe u detyrua të kalojnë në ilegalitet. Në ndërkohë, Nuhiu për të marrë kontakt edhe me në emigracion, u detyru t'iku në Turqi, nga Turqia
e përcollën pjesëtarët e familjes së Nuhiut, që janë edhe sot në Turqi duke jetuar. Erdhi në Gjermani, kalum kufirin pas një të keqe dhe ikëm drejt Zvicrës. Natën e parë kem kalu në shtëpinë time. Natën e dytë jem taku në restorantin të quajtur edhe sot, Matenhof Kümlingen, dhe aty ka qenë takimi i parë i Nuhiut me Ziajin. Pastaj do thotë Nuhiu bëri takime të ngjeshura me shumë bashkëdhëtar. Lidhjet me Mërgatën i ka mbajt Nuhiu, derisa Rexhepi ka qenë burga, i ka kriju lidhjet edhe ka qenë këtu jashtë. Unë jam taku me Nuhiun, kemi punu bashkë në Zvicër, në Lucer, kemi diskutu shumë, kemi punu edhe konkretisht, ai nuk e ka ndalë kur rrugën Kosovë perëndim, edhe ai ka qenë jashtëzakonisht i përgatitur, po kryesorja ka qenë se ai ka qenë i gatshëm për gjithçka. Ai ishte një hall, domethënë, mes dy gjeneratave të lëvizjes ilegale të Kosovës. Ai ka qenë edhe organizator, po ka qenë edhe pse mjaft i ri, ka qenë intelektual. Me të ke mund bisedosh për Markuzën, admirante teorinë e Markuzës, se lëvizjet nacionale shqiptare domethënë do të kontribuojnë në demokratizimin e botës. Dëgjonte me kënaqësi të madhe muzikën e Enrico Maciasit, ndërsa për Hemingway me të ke mund të flasësh me orë të tëra. Më kujtohet shumë mirë kur ka qenë herën e fundit në Gjenevë, me kishte sjell një bozëdhëvon nga Kosova, dhe do të them se ai mos i dhe paraqet një relikt të përjetshëm të fëmijëve të mia të familjes time. Nuhiu e Rexhepi me bashkëveprimtarë ishin edhe ambasadorë të shquar të çështjes së Kosovës në botë. Në sajt të angazhimit të tyre dhe shokëve të tyre të idealit, veprimtaria çlirimtare e revolucionare e rinisë dhe e punëtorisë kosovare po gëzonte gjithnjë më shumë edhe mbështetjen dhe solidaritetin elementëve dhe forcave përparimtare e paqdashse në botë. In diesem Haus, wir haben von 1980 und die Jahre nachher, wir haben mit Kati getroffen. Në këtë ndërtesë jemi takuar me Kadri Zekën, me Nuhi Berishën, me Rexhep Malen dhe shqiptarë të tjerë. Aty ka qenë edhe libraria, ku kemi shitur gazetën Liria, Zëri i Kosovës dhe libra në gjuhën shqipe, të cilat i blenin dhe i lexonin mërgjimtarët shqiptarë. Von der Bank, das von Katrin betreut worden ist. Also das war die offizielle Adresse und das offizielle Konto, das Konto war auf meinen Namen. Në banesën tonë ka qenë Selia, adresa e lëvizjes, dhe ka qenë hapur edhe xhirollogaria e saj. Janë zhvilluar aktivitete të ndryshme politike e kulturore dhe shqiptarët nga mbar Evropa materialisht e kanë mbështetur veprimtarinë atëhershme. In den Vereinigten Staaten und die haben auf dieses Konto einbezahlt. Wir haben auch in der Schweiz, wir haben auch viele Në Zvicër kemi mbajtur shumë tubime e demonstrata, ku kanë marrë pjesë shqiptarë nga të gjitha viset, e ku është propaganduar për Republikën e Kosovës. Edhe Nuhi Berisha ka qenë këtu, dhe me të dhe shokët e tij kemi biseduar me net të tëra, deri vonë lidhur me situatën në Kosovë. Kemi bashkëpunuar, përkthyer libra revista në gjuhën gjermane dhe kemi zhvilluar veprimtari të tjera me interes për Kosovën. Und wir hatten sehr gute Kontakte und es war sehr angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten. Më kujtohet një rast, një këngë kënduar nga Fatime Sokoli, një kusherinë e imja dhe bashk veprimtare e jona, Saimi Isufi, kishte bërë drekën. Dhe ndërkohë ishte kasetofoni duke kënduar, këndonte Fatime Sokoli. Në i Saul në sofër edhe duke ndëgjur këngën e la bukën, fillun të rridhin lot. Tha shokët e mi dirgjen burgje, unë ha bukë të nuk banë ma. Kështu që Nuhiu nuk kishte një interes absolut qëndroj në Zvicër. Gjatë tërkohës sa qëndroj këtu, gjithmonë mendjen dhe zemrën e kishte në Kosovë, çfarë të bëj për Kosovën. Unë thoshte jam përgatitur për Kosovën dhe atje duhet të shkoj të luftoj, atje duhet të shkoj puna. Mirë, po nuja, kurse si nuk pretoj që nuk mujë më baratë, nuk të se shok, po më kanë në përburgje, une të rinë kanë përëndim, nuk mujë. Me 1 tetor 1982,
Nuhiu shkel në tokën e Kosovës për të mos lëshuar më kurrë, sepse ai ishte betuar se gjithmonë do të punoj dhe do të luftoj për Kosovën. Nuhiu e Rexhepi kishin shpirt të gjallë vepruese militant, por kishin edhe botë të pasur artistike e shpirtërore. Ata shkruan një numër të madh poezish, tekste këngësh e tërgimesh, shkrime publicistike, një pjesë të cilave janë botuar në shtypin ilegal të kohës, kurse një pjesë edhe janë përmbledhur në librin me poezi, këngët e lirisë dhe në libra të tjerë. Populli ynë lirin do ta fitoj me grykën e pushkës, shkruante Recep Mala. Nuk kemi qenë dhe nuk jemi kriminel. Nëse e duam popullin ton, kjo nuk do të thotë se urrejmë popujt të tjerë. Nëse e duam gjuhën, kulturën, historinë dhe përparimin e përgjithshëm të popullit ton, kjo nuk do të thotë se jemi kundër gjuhës, kulturës, historisë dhe përparimit të popujve të tjerë. Të gjithë popujt janë vëllezër. Ne do t'ja arrijmë ta gjunjëzojmë pushtuesin, ta shporrim nga toka tona dhe bashkë me të gjithë ata që i kemi fqinj dhe bashkëvendas të ndërtojmë një të ardhme të lumtur për të gjithë, pavarësisht nga gjuha që flasin apo kombit të cilit i përkasin. Ndërkaq, Nuhi Berisha ishte edhe autori tekstit shumë të guximshëm Traktit kundër tradhtisë, që u shpërndan nga lëvizja për Republikën Shqiptare në Jugosllavi, në të cilin postjera thuhej. Tradhtia, më shumë se asgjë tjetër, lë gjurmë me vrag të thella që s'mund t'i mbuloj për jetë as dëbora, as shiu, as koha. Gjurmët e tradhtisë e të gjakut kanë një konstant absolute. Tradhtar e i shitur është ai që ka përlyer duart me gjakun e shenjtë të popullit, ai që aprovon krimet jugoslave në kurriz të shqiptarit, që dënon njerëz dhe fëmijë të pafajshëm, apo që mban në burg me nga 30 vjet si Adem Demaçin me shok. Të gjithë të mashtruarve ju bëjmë thirrje që të largohen nga rruga e fllihur e tradhtisë, sepse edhe tradhtin më të vogël populli nuk do t'ja falë më askujt. Me poezi të ndryshme, me artikuj të ndryshëm na dhanë forcë edhe ne këtu në Mërgim që ta përqojmë fjalën e tyre dhe ne u përpoqëm të vepronin në redaksin që quhej Redaksia Zërit Kosovës dhe Bibliotekën Liria, ku aty botuam artikujt e tyre në Zërin e Kosovës, që janë të publikuara, janë të njohura, po ashtu edhe Biblioteka Liria. Dalja nga burgu e Recep Males i dha siç pritej hovë të ri përpjekjeve çlirimtare. Me 33 maj jemi shku në Mostar me marrëgjën prej burgi. Edhe murëm prej burgit, dulëm prej burgit, e kemi rrok une për një dore, Alia për një dore Gjali Hasanit. Kemi fillu rrugës. Edhe i shhup. Mirë bereqa shakita që i hupat me të marak burgi. Jo thashtu me të marak burgi, po më ka me të marak ta që më ka me të Skender Kastrati i Karaqeves në burg ta që nona Skender të smaromo. Rexhepi ishte shumë i brengosur, se që i kishte lënë shokët në burg. Nuk u ullë të çmallej, as me babën që ishte i moshuar, as me vajzën se kishte lënë të lindur e gjatë pa i mbushur 8 vite, që se kishte ullur kur në prerë më parë. Por ai gjatë kohës bisedonte vetëm për veprimtarinë patriotike. Unë nuk e kam thirrë pra babën tim bab, si e thirrin krejt fëmijët normal babin e vet bab, po i kom thonë gjep, se kur kam qenë e vogël nena, gjyshja jam gjithmonë më ka thonë hajde po shkojmë te gjepa, hajde te gjepa. E babi kom thonë gjyshit, edhe kur ka dalë prej burgut të ndashmove që pa ta mësu me thirë gjep, edhe ai kishte shumë dëshirë për me thirë bab një herë. E maj men një herë kur ishte ai në dhomë me Nuhiun lartë, në 2 kat, edhe pa ta një fqi me thirë, e kërkonte gjepën, edhe une
shkova, edhe e kisha ndërmend që ai nuk po ka dëshirë me thirr Xhep, po nuk mundësha prapë edhe kum thirr o Xhep, ai ka dalë shpejt më ka thonë qyshëm tha fitore, tash jo bab, tha e qashtu, edhe duhet mësohesh. Edhe hecit e poshtëve që di që shumë shkurt ka qenë, do me thonë 6 muaj s'ka nejt me neve, si në përhije, vike më sheftas, vike natën. U bën bashkë me Nuhiun dhe shokë të tjerë. Në horizont po shfaqej me forcë alternativa e luftës çlirimtare. Isha caktuar nga shokët, nga jashtë, dhe besimi mu kishte dhënë që t'i bëj bashkimin e këty dy figurave, Recep Mali dhe Nuhi Berishin. Recepin e kom marrë nga shtëpia e vet, prej Gjilanit, me një autobus kemi udhëtuar, du ta përshkruaj ashtu siç ka qenë ajo ditë, dhe kemi ardhur në Prishtinë, te ndalje rruga Vellusha, ndalje të Gërmis përballë shkollës Gjergje Çfishta. Këtu ka qenë vendi ku në shtator të vitit 1983 Nuhi Berisha dhe Recep Mali kanë bërë takimin e parë të njohjes së tyre. Nuhi ka qenë i përgatitur, i armatosur në momentin kur takohej me Recepin. Ata kur takuan vërtet u përqafen me aq emocion sikur se t'ishin njohur këto dy gjenerata, sikur një trup. U bon me Recep Malin bashkë, u jam kanë i kënaqur që u bon me Recepin, se Recepi u kanë edhe i pjekum, po edhe kuj ka ditë qiellet krejt në 1 minutin e mra. Nuhi Berisha ka orë të një zdiri që ka ditë që në vend sigurt. Edhe ka orë pa kur frikash. Ka nej lirë si shpit vetë, më ka mërë me në qashtu e ka një vetën. Kujtim për Nuhi dhe kom qitë brisk. Kjo është i djallit në aserit. E Nuhi me Recepin kanë punu pandashëm kanë qenë. Nuhi më dhënte se ishte edhe i ri. Jo skoqin sytë prej punës, se pa ndërpreme, prej aksioneve. Edhe gjatë ditës edhe shkronte mbi tavolinë. I thesha Nuhi, po shatë isha pak se ki nevoj bile pak me fjetë. Jo të i thonë të Hanife, se kështu ka thonë Kadrizeka, bëllë që 40 vite kemi fjetë. Tashe të t'je mos, do të flejmë, do t'i tregojmë armikut se këtu jemi në trojet e tona. Sjellë Recepi burgut edhe Nuhia, bashkat arrishin, thash Nuhi që është shtu Halili po bje libra, po bjen këto, tha unë i di ato, tha ti, tha unë kur t've, tha veç në qatë dritarën që të në kuzhinë, se ti gjithmonë tha je të gatu e të punu, tha unë e tha hypi naltë, kur ditë naltë se kalke. Unë qefserja, Salihi, Shyretja, me Nuhien, ata si me pas vlla. Edhe misi kanë nejtë edhe a që në Prishtinë bashkë me Nuhien, që në konë fakultet me Nuhien, me qefserin, me këta e në konë të katrit bashkë. Krejt ato që ka kanë pas ato punë që i kanë njësë, ato bashkë i kanë kry. Edhe thoshte Recepi që tashti na me sulë mirë mi vesh në mënyrë patësore, po ne që tashti duhet me përdor qëra metoda. Mu armatos popli. Poplin me armatos edhe me krye ngritje. Edhe Recepi erë të shpia njëre, ishke një rast, tha sot të kemi me shku tha në ora 9 mramjes në filan me një vena djenë. Jemi shku aty kemi marë armatim. Armatimin e Recepin e kanë majtë në vore. Pse Recep për manë armatimin aty, dhe ke për mos me rreziku do një shpi, se neve ata njerë që ka janë besimit në vynë, edhe duhet për mirujt. Vitin 1983 më kujtuhet, kum pas me orë të shpia, edhe pi lajmëroj Hasan Malës, se jam të shku në shpi. Më nëna kohës tha, edhe një revole më të avanën, më javë qoe Recepit për vetë mbrojtje. Unë Hasanit i thash, një revole e kam unë të shpia temën, unë e marra atë revole, ja qoj Recepit, e mës trenit, mës të rrezikohemi, se ka pas kontrola shumë të forta në atë kohë, ku më ardhen këto të na me Recepin, edhe me
që në Regjepit kemi shku deri në Ferizaj, i kumlon aty në Ferizaj të një sebepi i veti, kum shku të shpia, e kum marrë revolën, kum këthy, i kum marrën këta dy, të ardhë rrogës, ja kum hanë revolën, edhe të pumpa i kemi zbrit, i mi përshëndet. Unë po përmendi rastin në burgun e Zenicës, pasi që ma vonë, edhe unë jam burgosër, do të thotë shumë vjetë mas burgosis e Regjepit, dhe mu më ka ra që në burg atjet më vendosin në shtratin ku kishte thjetur Regjepi. Unë nuk e kam ditur këte, po nga se ishte shumë karakteristik, se ishte dhome madhe, ku ishim 120 deri 120 burgosur, dhe ai shtrat ishte afër derës. Çdo i burgosur sa hynte dhe dilte mbështetej te, do thotë mos kishte qetësi fare. Këtë ma pati thonë një burgosur kroat, politik, një Toli Qilia, burgosurit e Zenicës me 2-3 të cilët i kam hasur ma vonë atje në vitet, ka fundi viteve 80-ta, flitnin me respekt veçantë për figurën e Recep Malës. Çështja e lirisë së Kosovës nuk ishte më vetëm aspirat dhe kërkesë, por çështje e shtruar për zgjidhje. E kërkojmë me të mirë, por edhe pushkën ta kemi plot, ishte motoja e kohës. Jo rastisht edhe organizimi i ri politik kishte luftën e emërtim. Pas pranverës shqiptarët e të tani, ka pas edhe përpjekje për organizimin e të ashtu quajtës Partitë e Luftës. Dhe në këtë parti, një rol të veçantë ka pasur Recep Mala dhe Nuhi Berisha. Ka thonë Recep Mala se do të me bërë organizimin e Partisë Luftës, me një qëllim se jo me në ardhë policia me në arrestu, me në bastis, me në ndjek, e me në kështrajtu në studime, në shkollë, por na do të më pregaditën me student, me punëtor, me fshatar, me qytetar, që të sulmojmë, edhe jo me sulmu policinë, por do të sulmojmë drejt për drejti ushtrin Jugoslave në Prishtinë, në qitë Prishtinë shtu ku jam, që në qitë ka zemën. Na njoftoj Nuhi Berisha se është duke punuar intensivisht në celula, kështu që me 50 orë, në 1983, në një shtëpi private në Tagubashi, e kemi formu, unë Recep Mala Nuhi Berisha kemi formu Partinë e Luftës Kosovës, shkurt PLK. Edhe kemi formu shtabet. Ndjenja e vetëflijimit, ndjenja e sakrificës, ishte bërë filozofi politike e lëvizjes ilegale në Kosovë. Në qëndresin e tyre, Regjepi e Nuhiu e shihnin lindjen e pashmangshme të një ushtrie të fortë që do t'jap grushtin vendimtar regjimit banditesk jugoslav. Është vazhduar kjo rezistencë edhe pastaj edhe me rënien e Fahri Fazliut dhe Afrim Zhitis, për të vazhduar pastaj edhe në vitet 90-ta me fillimin e rezistencës së Adem Jasharit në Prekaz, në fund të vitit 1990. Pra, mund të themi se gjitha këto aksione kanë qenë një parahistori e afërt e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe mund të themi se ndikimi i Recep Malës dhe i Nuhi Berishës dhe i shumë shqiptarë tjerë politik të viteve të 80-ta dhe 90-ta kanë ndikuar në forma të drejtë për drejta dhe të tërtharta në krijimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe në luftën shqiptare të popullit shqiptar. Kështu ata janë vazhdues të denjë dhe të devotshëm përpjekjeve të brezave pararendës, televizjeve atdhetare e çlirimtare. Dhe njëkohësisht, ata janë prijetarë të epopesë lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Adem Jasharit me shok. Në mesin e këtyre veprimtarëve, të cilët bën ato ndryshime të domosdoshme të asaj kohe, ishin edhe Recep Mala dhe Nuhi Berisha, dy veprimtarë që i dhanë gjak dhe frymë të re politikës së atëhershme të rezistencës kundër ushtrisë, policisë dhe administratës serbe. Mendim politik ky që vuri bazat e masovizimit dhe forcimit të lëvizjes
ilegale të atëhershme, mendim dhe veprim ky, i cili u kurrizua pastaj me organizimin e demonstratave të vitit 89, të fillit viteve 90, të vitit 97, por mbi të gjitha për të kurrizuar me formimin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, e cila ishte vazhdimsi e gjitha atyre përpjekjeve dhe sakrificave në veçanti të angazhimeve konkrete e të rezistencës e armatosur si të Regjepit dhe Nuhiut. Të frymzuar nga vepra e Recep Males e Nuhi Berishës, luftuan dhe marshuan fitimtare, qeta, batalione e brigada të ushtrisë lirimtare të Kosovës në malsinë e Marecit, të Zhegocit, të Karadakut dhe në mbar Kosovën. Mu kjo bazë që shfrytëzoi Recep Mala në kohën e tij në vitet 70 në atë vend ku kishte bërë një platformë për ta zhvilluar luftën e armatosur, sepse ai mbi të gjitha e thoshte dhe mbronte idenë se vetëm lufta e armatosur është ajo që mund ta sjellë lirinë e këtij populli. Ne mu këtu themeluam shtabin e ushtrisë lirimtare të Kosovës të zonës operative të Karadakut. Dhe jo rastësisht komandanti ynë Ahmet Isufi e morë dhe Novken Regja. Unë si bashkëveprimtari asaj kohe, asnjë dallim s'kam pas nga qasja që ka qenë Recep Males e Nuhi Berishës. Do me thonë, ashtu si që kanë menduan ata se duhet tjetë një ushtri e cila do të masovizonte gjithë popullin, do të organizonte edhe emigracionin, do të ngritte këmbë tërë opinionin atë brendshëm atë jashtëm. Kjo ndodhi pikrisht në saje të asaj pune titanike që bën edhe Recepi edhe Nuhiu edhe paraprisit e tij. Recepi, kjo punë tha do të vazhdohet, me çdo sakrificë, me çdo çmim tha. Puna do të vazhdohet. Deri kur tha, se puna do të vazhdohet edhe do të vjen një ditë që do të shlirohemi një herë për gjithmonë, mos kosh me ned, po do të jenë pasardhësat tanë. Nuhi thash Rono Nuhi se është kontroll shumë e madhe. Edhe çfarë kontrollimi ju kanë bërë thash shtëpisë miqës me thash, Agasasan. Tha Remzie tha, krejt Kosova tha ka më ka dhe Recepi kur tha vet nuk e lo tha. Ku të shkojmë së bashku tha. Takimi im i fundit ka qenë me 8 janar 1984. Tu i hec me Nuhion, Nuhio po më thot Hanife, kthe kokën mbrapa dhe shikoje se Recepi po të përshëndet nga kjo dritare. Kur e ktheva kokën, Recepi i kishte hap dyja të dritaret dhe i kishte ngrit 2 grushtat lartë me përshëndetje. Unë munda vetëm t'ja bëj një buzëqeshje, t'ja jap një buzëqeshje të lehtë, se për shkak se ishmin për cilje dhe vazhdova prap me Nuhion të heci. E Nuhio o prek, më tha Hanife, të betohem se Recepit kur nuk kam ju nda, as vdekja s'ka më nda nga Recepi. Janari acartë i vitit 1984 ka vullën e Recep Males dhe Nuhi Berishës. Ka vullën e gjakut të tyre rinor. Kjo është kodra e trimave në Prishtinë, që dikur quhej Vranjedhës dhe ishte lagje e varfër sipas Migjenit. Të tjerët e quhenin kodra e shkrumit. Varfëri e shkrumb ishte atë botë. Por nata e 11 e 12 janarit të vitit 1984 e ripagzoi lagjen me emrin e ri Kodra e Trimave. Në orë të vonë atë mbrëmjes, rreth orës 23, me sa duket mua, pa paralemi më erdhën Recepi, Nuhiu dhe Kadri Osmani. Natyrisht i prita si shok dhe shkum në lokalin ku takoheshim me shokët. Ndërkohë, për një herë e pashë se diçka nuk është çështje në rregull, nuk është diçka puna në rregull. Dhe po i drejtojnë, thash, çka është puna? Nuk e kem pas paralajmëruar takimin. Dhe Recepi po më drejtohet, thot, ishim në një banesë dikon mi xhamin e Llapit. Thot, po pam disa lëvizje jo të rëndomta dhe pam të arsyeshme të tërhiqemi.
Nëse zakonisht, kur takoheshim me shok, gjithë rivejshëm roje, me përcjell, mos për në ndodhë diçka e papritur. Dhe ndërkohë vjen Shemsiu, vllav, dhe më njofton. Thot, ka lëvizje të mëdha të policisë në rrugën tonë. Dhe më udhëzon shok, thot, del shiqo çka është puna. Dhe kur dola në hymje këtu pak më në të dyrt, po shoh një polic. Po thëmë serbet pse ka qenë shiffolc, po polic serb kanë qenë ata, dhe po shoh në shokën lartë, po shoh këtë këqyrë mi gardë. Dhe nuk i dhash ndonjë shaj, më paraqita sa më normal që nuk droj diçka, dhe u ktheva po njoftoj shok të janë policë. Dhe u morëm vesh çfarë të bëjmë. Unë shokëve ju drejtova thash sa i përket familjes time, nuk ka rëndësi, ne jemi një çështje të madhe, dikush duhet me paguë, po rezistojmë. Nëse ju vullnetin ne po rezistojmë. Regja ishte kategorik. Thotë jo, thotë nuk po rezistojmë këto. Por ka shpjen kjo rruga, ishte një gardë jashtë kësaj shtëpisë, ishte një gardë poshtë, thotë ku shpjen kjo rrugë? Edhe po tregoj që është një lagje e rëmve dhe në hekurudh. E thotë ne po kalojmë. Edhe unë thëmë jo po vjedhën e me juve. Mirë po ishte shumë kategorik Regja, thotë jo, thotë detyra jote është të azjasosh gjitha materialet që këta sigurisht kanë më hyjt tash këtu, por që nuk kanë ardhur për një të mirë, thotë ti mundësisht sa më shumë materiale mos më lën asnjë shej. Dhe sillu normal, thotë sikur mos më ndodh kur gjë. I përcolla, u përqafëm, natyrisht me dhembje. Kur kanë thonë se mi rrethu na jemi qu, kemi kthyer aty një garë në shtëpitë e Ramve me teneqe, me ferra. Mirë po tani atë mrana ishin muret e larta. Nuk ju ka shku i pari, me siguri që aje ka heq me thikë se në mur aty një tull në lartësinë e Zingjiskalit. Edhe ka dalë, Regjepi ka hyp nalt, unë i kishëm komët e mëdha kështu i kam të ajura nga rregume, me shti komën në atje fort, thash nuk muj me nxjerr, e kam shirë vetëm me maje. Ka Regjepi këtu për gëzovi, pa i s'kish bazament, se a i më kish qumë një dorë, a kisha një arf i fort, po s'mujt e mojë të rshita edhe. Ata ishin ilegal, natyrisht që ka dalë andej. Unë e meta. Ishte dimër, janari. Sa kom nejtë aty një 3 minuta, pak merë dhe fryma, hajt tash t'japja, e kom shti komën fort atje, tash pa mojt kur kush e hymë majtë murit. Po kur kom ra poshtë kjo distancë, na ndërpreu edhe s'kishe mundësi tani. I më shku ka juga ndej të gardhi, policia. Atër më këthyp të këndej thash dal ka binarët, dhe Ramshel. Kanë këcy këta. Në vërejtjen ndalo, këta kanë kërësit edhe kanë hyme një podrom. Edhe ka kris lufta. Gjithë natën lumë është zhvillu luft. Edhe kanë këndu këngë patriotike. Edhe në mëngjes tash nuk dihet. Ata i kanë pas nga 100 fishek, i kanë pas revolet SIG, të mëdha e revolet është duke të ty në të fuqishme se prakisht kanë thonë, natë gjallë ndur nuk bim. Atë natë, banorët e Prishtinës u zgjuan nga krismat. Uturim autoblindash, hapa patrullash, qerje, krisma rafale, krisma dhe këngë bashk. Për më mëdhen, dal nga dal po vjen behari. Refreni, 2 heroj, 1 ushtri, atë natë u këndua i shoqëruar me plumba e me gjak djaloshar. Kanë kap aty, janë arë policia, janë dali kanë thirë, janë arë policia, s'ka ndiju në nuk kom ditë kur gja. Në veturë dhe më kanë shtia, jam kanë rrë gjithë natën. Më kanë nxjerrë jashtë, më kanë gjurë larkë shtëpisë një 50 metra, ku ishte ai kerri për të burgosur, dhe gratë ranë më kanë pru vllazit, njënin mas tjetrit, kështu që na kanë arrestuar për një natë gjithë vllazit. Për ta vrasin e tyne kam marrë vesh, mas 2 muaj ditën në burgun e Prishtinës kam qenë. Ai lajm për mua ka qenë goditje më e madhe se sa burgu, se sa vujtje, se sa torturat, se isha i vetëdijshëm se ky popull i humbi 2 militantë, 2 pishtarë të iris. Ishte humbje madhe për lëvizjen, ishte katastrofë, nuk më ishin marrë mend një reorganizim pa ta. Njerëz të tillë si Recep Molla, Nuhi Berisha, mund të them edhe Fehmi Ladrovci, një jetë time s'kam taku. 3 më matë pa s'kam taku.
Të nesërmen Prishtina dhe tër Kosova mësoi emrat e 2 djelmoshave ilegal që po përballeshin me një ushtri. Ishin Promethej të Rit Janarit, Recep Mala e Nuhi Berisha. U vran sepse ata në këtë mënyrë po bashkonin Kosovën në rrugën e lirisë, sepse po bashkonin kombin. U vran për bashkimin dhe u bën simbol i përbashkët e i përjetshëm i bashkimit. Lajmi për rënjën e tyre jehoi dhëmshëm kudo. Qëndresa dhe rënja heroike e Recep Malës dhe Nuhi Berishës na gjeti në burgun e Prizrenit. Sa po mësuam lajmin, ne të burgosurit politik që ishim aty, u morëm vesh dhe shpallëm grevurie në shenjë proteste për vrasjen e këtyre 2 drejtuesve kryesor të lëvizjes ilegale antiposhtuese të asaj kohe. Përveç kësaj ne bëmë edhe një peticion, të cilin e nënshkruan gjithsej 18 të burgosur politik që gjendeshim aty. Makineria kërcënuese policore ushtarake pamundsoi edhe varrimin dinjitoz të dëshmorëve më të rit Kosovës. Ishte urdhër i prerë. Vetëm numër fare i vogël i familjarëve dhe me çdo kusht ndarës. Ata i ndanin edhe dëshmorët kur binin. Kështu ndodhi edhe me Recepin e Nuhiun, të cilët i varrosën e varrezat e Gjilanit qindra metra larg njëri tjetrit, që të mos jenë bashk. Mirë po, ata i kishte bashkuar lufta, i kishte bashkuar jeta, i kishte bashkuar ideali dhe nuk mund të ndanin jo qindra metra, po mijëra kilometra, nuk mund të ndanin shpirtin e tyre. Gjilani dhe Kosova u dha lamtumirën e fundit bijve të tij të shtrenjtë në një mënyrë të pazakonshme. Më vjen keq që nuk kam pas mundësi të shoqërohem me të ma gjatë, mirë po kam jetë një nga shokët e mi të luftës e të përpjekjeve për Kosovën të shenuar e të paharuar. Recepi dhe Nuhiu në të vërtet paraqesin vyrjen sublimim i virtyte më të larta të idealizmit shqiptar. Kanë qenë burrat e Zot, kanë qenë të vendosur, e kanë dashur shumë Kosovën dhe kanë qenë të gatshëm me sakrifiku çdo gjë për lirinë e saj. Lufta heroike e tyre në kodrën e trimave ishte fillimi i rezistencës së madhe që nënkuptonte se pa lufte armatosur dhe pa një koncept të qartë politik, Kosova nuk mund të çlirojë. Dhe vizioni i tyre u kurrizua me luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe lidhjen e ngushtë me perëndimorët që u kurrizua me çlirimin definitiv të Kosovës. Recep Mala Nuhi Berisha e mbajtën gjallë flakën e ris dhe u shqyen me krenari e patriotizëm një brez të tërë që u identifikua me UÇK-n, e cila e vazhdoi densisht rrugën e tyre dhe i kurrizoi me fitore përpjekjet të shqiptarëve për liri. Janar i vitit 2004. 20 vjet pas rënjes heroike të Recep Malës e Nuhi Berishës. Gjilani dhe e gjithë Kosova qëndrojnë gaditur. Nderim, dhëmbje e pietet. Në atë kohë ne nuk kemi mundur një grusht dhe të hedhim mbi 2 shokët tanë, mbi 2 bashkëveprimtarët, për arsye të rrethonave të jashtëzakonshme që ishin aso kohë. Kështu që po them që ja që arritëm idealin e Rexhës dhe të Nuhiut, ta bëjmë realitet me dinjitet dhe me krenari, t'u japim edhe lamtumirën e fundit. Të mbështjellur me flamur, e të mbuluar me nderim, respekt e dashurit pjesëtarëve të trupave të mbrojtjes së Kosovës, shokëve, miqve, familjarëve dhe mira e mira qytetarëve, trupat e Recep Malës e të Nuhi Berishës po i drejtoheshin kodrës së dëshmorëve. Aty,
ata i prisnin dëshmorët e ri të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ashtu si që kishin pritur më parë edhe Kadrizekën. Emrat e regjes e të Nuhiut sot nderojnë shkolla, kazerma, rrugë e sheshet qyteteve të Kosovës duke u bërë të pavdekshëm. Sheshi kryesor i Gjilanit, ku Recep Mala Nuhi Berisha kaluan vitet e rinis dhe punuan që Kosova të jetë e lirë, tani duket më madhështor. Madhështor e bën shtatorja e bukur e tyre, e cila është ngritur dhe gjithherë duket se është në lëvizje, ashtu si ishin përherë në lëvizje Recepi e Nuhiu, në shërbim të kombit, të ardhmës së tij më të ndritur. Ata do të jetojnë gjithmonë në zemrat e popullit shqiptar, për të cilin edhe u flijuan. Ty vigaj me zemër shkabe, si dy bim që bindër mote, mu si buzët një plagë, copet rungut të kësaj tokë. Sa herbëm festën e kombit, them lamijet në hambare, Recep Mala në balë të zemrat djaloshare. Do t'ja heq natës ersiren jetën ta vëmdit, do t'ja marrezet djelën adleut me shëndrit, me sajndan kokat Shqiponja e nga deti vola, shon një zanuk i Berisha jo. Ersiren jetën ta vëmdit,